Legja përmendin marrëdhëniet seksuale dhe homoseksuale. Ndërsa në këtë ne, dhe prandaj do t'ja bëj pyetje edhe Ervinit, dënohen vetëm marrëdhëniet seksuale, marrëdhëniet homoseksuale nuk dënohen. Pra, organizimi i kalon evazive ai ato? Jo, homoseksuale jo. Po jo, nuk e ka Edhe homoseksualet marrëdhënie seksuale bëjnë. Jo, por të gjitha nenet e kodit penal, nëse referohesh, kryerja e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale. Tani më shpjegoj një gjë si... Po prit, e ka kodi penal. O Roland, ku fle lepuri real, va? Për qa janë bërë këto ligjet? Për qa u bërë? Qa fshihet aty? Fusim dy nene ne të kuj kodi penal që të merret publiku, parkimi 2, 3, shkurja 7, 8, dhe krime seksuale, ndërsa lepuri në këtë ligj nuk fle këtu. Po fle fikrisht që në fillim të ligjit. Tek neni 1 i këtij ligji. Dhe unë jo pa qëllime mora që ta lexoj që thot vetëm një kështu, neni pika 1 e nenit 28 pika 7 e nenit e këtij neni shfuqizohet. Dhe kaq. Kjo çfarë ka shfuqizuar këto? Këto ka shfuqizuar që një antar i një organizate kriminale të pendohet dhe të shkoj të bashkëpunojë me drejtsinë. Ai nuk merr me ulje dënimi ose përjashtim nga përgjegjësia penale. Pse u bë kjo? Për ta dekurajuar. Jo, pse u bë kjo realisht? Dhe kjo realisht dhe kjo pa krahas gjithas e tjetrës kjo është shumë e rëndë. Shumica e antarëve të komisionit të tenderave që kanë bërë Republikën e Shqipërisë kanë qenë detyruar të firmosin tenderat paligjshme. Dhe sot ke në tryezat e SPAK-ut, unë jam ndjeni vetë kam bërë 2-3 shkresa në formën e kallëzimit penal për të kërkuar bashkëpunim me drejtsinë, në mënyrë që të kallëzohen drejtorët që kanë urdhëruar të komisionere, shumica janë femra që janë detyruar për patarok që marrin të firmosin tenderat 400 milion, 500 milion, 1 milion euro për të firmosur si antar të komisionit tendrit nga dhuna që kam ushtruar ministrat, zëvendësministrat, drejtorët, qoftë edhe deri te kryeministri. Kam kallëzime penale, unë veti kam depozituar. Janë 3 procedime penale në Prokurorin e Tiranës të regjistruara si procedime dhe dërguara për kompetencën e SPAK. Dhe këto priqin të firmosësh të marrëveshja për bashkëpunimin me drejtsinë, që të përjashtoheshin nga përgjegjësia penale, që të ato të firmosnin deklarimin e tyre për kallëzim. Në gjithë këtë panoram që ju thatë, ju mendoni që me atë nenin e marrëdhënies seksuale ti bëhet presion. Jo, ato janë budallë që ne merremi, ne të merremi me ato edhe të kaloj ajo gjëja tjetër. O ti fut parashikime gati 50 parashikime të reja në kod. Me një nen, o merrit të gjithë nenet e këtij ndryshimi këtu, nuk sjellin asnjë lloj pasoje ja kush nuk sjellin asnjë lloj pasoje në procedurën penale. Se unë them. Po janë dy gjëra të ndara, se kemi të drejtë penale materiale këto, jo procedurale. Që këtu në Shqipëri marrëdhënia seksuale natyrore mes një mashkulli dhe një femre është konsideruar xha një vepër penale dhe në ndryshimet e mëparë dhe në kod dhe marrëdhëniet homoseksuale janë shtuar dhe po nxiten për ditë me nxitje ligjore, jo ligjore, me nisma, por nuk po hym se punë. Unë nuk merrem me këtë.